Rezultatet janë të qarta, por mesazhi i qytetarëve është edhe më i qartë. Epoka e politikës së vjetër ka përfunduar. Në këtë zgjedhje, qytetarët votuan për punë, për përgjegjësi dhe për politikë që jep rezultate. Ata i dhanë mbështetje vizionit të vlenit për zhvillim lokal dhe për një standard të ri të qeverisjes të bazuar në ndershmëri dhe efikasitet. Në Tetov fitoi puna, integriteti dhe vizioni i Bilal Kasamit, që ktheu qytetin në simbol të ndryshimit dhe të menaxhimit me përgjegjësi. Në Bogovin, qytetarët i dhanë besimin Fetia Bazit, arkitektit që me dije dhe përkushtim do ta rigjallërojë komunën. Në të ardhmen pas 20 vitesh pushtet të pandryshuar, erdhi ndryshimi i shumë pritur që qytetarët i dhanë besimin Daut Memishit. Vetë ky fakt është një sukses i jashtëzakonshëm. Në çajirin e 20 Mexhitit, aty ku BDI tentoi ta shndërrojë garën në referendum për mbjetesë, çajirësit thanë qartë jo. Komuna nuk është trampolin për shpëtimin e askujt. Ndërsa në Saraj, Haraqin, Zhelin, Dibër, Strug dhe Dollnen, qytetarët e vulosën ndryshimin, duke e bërë vlenin forcën që bashkon komunat në një vizion të përbashkët për zhvillim dhe përgjegjësi.